Zëvendës kryeministri Arben Fetaj në emisionin Debat në Shenja ka deklaruar se shkrirja e Vlenit në një parti do të ishte një hap gjigant. Ai tha se koalicioni Vlen është më i bashkuar se kurrë dhe se në vazhdimsi ka pas takime mes liderëve. Fetaj tha se bashkimi në një parti nuk është proces i lehtë, e cila mund të ndodhë brenda një nate. Sepse kjo është çështja e fundit për të cilën nuk kemi ende dakordsi, për të cilët vazhdojmë të diskutojmë. Kush nuk dakordohet për këtë çështje? Duke matur përparësitë dhe mangësitë se cilit model, ka disa skenar për të cilët është folur, jo vetëm nga unë, po edhe nga të tjerët, ku një prej varianteve, besojnë më i dëshirueshmi është që Vleni të ketë një kryetar të vetëm, si çdo parti tjetër politike. Një variant tjetër, pra me mandat 4 vjeçar, apo ku ta diun, 2 vjeçar, 1 vjeçar, pse jo. Një variant tjetër është që të punohet sipas logjikës së bashkëkryetarëve, siç e përmendët edhe ju. Edhe një variant tjetër është që në të gjitha këto variantet të ketë praktikë të rotacionit. I pyetur nëse e pranon që Vlen të udhëhiqet nga Kasami dhe nga Mexhiti, zëvendës kryeministri tha se duhet të analizojnë përparësitë e secilit model dhe në mënyrë konsensuale të gjendet mënyra më e mirë për të funksionuar koalicioni Vlen. Më intereson të gjejmë modelin më të mirë të mundur për të garantuar konsensualitetin, kolegialitetin edhe unitetin brenda koalicionit. Nuk më intereson flasim për emra përveç. Nëse flasim për emra, aty secili është secili e kam thënë edhe më herët, po e them përsëri, secili është më i mirë se tjetri, secili mundet me udhëheq Vlenin. Fetaj tha se nuk kapet pas individit, por kapet pas idesë për ndërtimin për konceptin dhe për vizionin që e kam për të ardhmen.